Струга без решение за стационар за бездомни куќиња откако општинскиот совет не успеа да го реши овој проблем. На седницата на советот беше поставена точката за гласање на концесијата за стационар за бездомни куќиња, која 2 седници поред не беше изгласана. Градоначалникот на Струга за ова ги обвини советниците од НАИ и независната листа на Мерко. Sot do Këshillin e Strugës nuk u votua pika e rendit të ditës për stacionin e qenve Ndacak. Për fat të keq, sot u dëshmua edhe në mënyrë transparente koalicioni i fshehtë që sot u pa edhe haptas, një koalicion në mes Akit dhe listës pavarur Merko, të cilët nuk votuan një pikë shumë të rëndësishme për qenë Ndacak që qytetarët e Strugës e kanë prit ka mëtë. Nga sot dihet adresa e saktë për çdo kafshim të një fëmije, për çdo kafshim të një grua apo një të moshuar, dihet adresa dhe Од друга страна, советниците на ДУИ вината ја насочуваат кон градоначалникот на општината и ВМРО ДПМН, бидејќи според нив во физибилити студијата биле забележани многу неправилности кои, како што велат, ги забележал и самиот градоначалник Ќира. Ishte asnjë përfaqësues nga komuna, asnjë përfaqësues nga kompania që ka realizuar studimin, në atë seancë nuk ishin prezent dhe nuk u përgjigjen asnjë pyetje të këshilltarëve. Dhe si e tillë, kjo pikë nuk kaloi. E njëjta pikë u tentua që të kalohet në seancën e jashtëzakonshme klandestine, të thirrur nga kryetari i Këshillit Komunal, por në diskutime sipër, gjatë të diskutimit të studimit të vizibilitetit, edhe pse këshilltarët nuk e kishin mundësinë dhe kohën e nevojshme që këtë studim të ndryshuar nga studimi paraprak ta shqyrtojnë në mënyrë të duhur, në diskutimet e sipër u vërejtën një sër gabimesh сериоза. Да подсетиме, Струга со години се соочува со проблемот со бездомните куќиња кои представуваат сериозна закана за граѓаните, особено во текот на летото кога градот е препон со туристи.